Ky është thelbi. Ne këtë duhet zgjohemi. Tani unë dukem utopik pafund, por unë jam nga ata njerëz që them, Shqipëria nëse mirë shfrytëzon pasuritë e veta kombëtare, jeton shumë mirë. Jeton shumë mirë dhe mund të jetë një Zvicër në Ballkan. 2 milion njerëz. Sepse ka pasuri që kaq shumë sa nuk e di. Domethënë, Zoti i ka dhënë këtij vendi, e ka dashur shumë duket. I ka dhënë këtij vendi kaq shumë sa është e vështirë ti rendisësh. Dhe po ja merr robi. Po ja marrin sa njerëz që i është rreshkur fytyra dhe sa vjen u thellohet xhepi dhe nuk u mbarojnë pasuritë që grabisin nga pasuritë e shqiptarëve. Si se mësuan këtë mësim, Marin? Mendojnë që vjedhin dhe me parat do të mbrohen, prej parave goditen nga të ngjashmit e vet sepse han kokat e njëri tjetrit, dhe pastaj thonë ç'mudesh mua kjo. Se kjo nuk ka fillu ka 3-4 vite. Kjo ka 30 sa vite që është njësoj. Mua ajo që Si nuk e mësuan që dhe duke vjedh njerëzit, asgjë nuk e kanë mbar, që mund të shkojë deri në familjet e tyre fizikisht, dhe fatikisht më vjen keq ta them, ore si nuk kanë frikë, pa mirë Zot. Frikë as Zot. Po se nuk kanë frikë e Zot. Nuk duan din. Me sa duket janë sa njerëz që duan vetëm të grabisin dhe kaq. Ajo që më habit është sa ureks pas kanë pasur. Domethënë nuk ndalen. Nuk frenojnë. Nuk ndalen. Kap një thes, merr një thes tjetër, mbush, hiq, largo, vazhdo pasurohu deri te brezi 100, pra nuk ndalojnë.